Mirëmbrëma të nderuar shikues, ku jemi për herë të dytë sot këtu jemi me të madhin Bert Papa në një bisedë në Skype nga Washingtoni. Berto, mirëmbrëma, mirë se na ke riardhur këtu në emisionin tonë për të na dhënë ato ide tënde interesante. Berto, sot ky i Bashkimit Evropian sapo deklaroi dha një mesazh të madh të papritur, jashtëzakonisht të gëzueshëm për këta të rilindjes. Ai ishte ndarë nga gruaja dhe ishte martuar me një burr. A sa bukur, o sa jemi kënaqur. Që ka gëzuar Erioni, që ka gëzuar shumë. Ka shpresa për t'u liruar. Jo, po këto ambasada krijuan, ke ato idenë e fotove me fugën, me këta të veshur si. Po pra. Dëgjoj, Departamenti i Shtetit që je pasaporta, tani vetëm një ka pasaport burr dhe grua. E disa kishte në kohën e Blinkenit 700 gjini. 700 gjini. Po këta mund të martohen dhe me kalo, Berto, kështu, lejoheshe kështu, kishte se ti i ke ndjekur ato atje. Ishte njëri thoshte unë deklarojmë si mace dhe kur shkoj në avion, bënde mjau. Do të trajtosh si mace, mua kur të biesh ushqimin, ose si këta njerëzit. Jo. Janë unë kisha sheku i papar Eurovision dhe pash për asaj vazhë simpatike. Aty duket kush është BE-ja. Po. Shikohat festival, mbaron çdo gjë. Domethënë Sorosi që u mundua këtu është dëmin më të madh e ka bërë atje. Hapja kufive pa logjik. Hyrja sirian, libian, prishja e strukturës nacionaliste të vendit më nacionalist Gjermanisë. 16% e gjermanëve nuk kanë lindur në Gjermani dhe nuk integrohen. Ekonomia më e madhe në Evropë është Gjermania. Ka 2 vjet që jo që nuk rritet, po është minus. Po bën vetvrasje nacionaliste. Gjermanët mbajnë atë pengun e madh të luftës së dytë botërore kur edhe Trump tha këtu e morën për nazizëm që ore nuk e ka bërë të gjitha të këqija. Dolfi e thon këtu. Ideja prap gjermanët që duan nxjerrin jashtë ligji ose ta konsiderojnë si terroristë një parti që është shumë herë më e majtë se republikanët amerikanë. Dhe e fundit fare në Rumani, domethënë Macroni, i cili ka 7% të votave të Francës, vjen e jep mendjen në Shqipëri. Ai kancelari gjerman 31%. Piepri i Italisë 32%. Kush ishte Piepri, më na tregoj çik se për ata që se kuptojnë. Meloni, sepse vetëm në Tiranë kemi ditë Italisë, dhe të Korçës. Piepri do i them asaj unë. E pjatë, si shkon me Ramën dhe do Putin, I don't get it, man. Se ka ca që i thonë Georgia këtu. Po dhe Georgia e bie, s'ka asgjë të keqe. Ky duhet ta ketë ky Beleri që thot jam grek të tjetër gjë. Nuk i marrësh. Po mirë, se nuk është shumë për të çuditur se edhe ky i Francës që përmendet ti, edhe ky thonë që me burr është i martuar, nuk e ka grua atë. Ka shumë zera, u bë gjoja dhe një gjyq bëri një akuzë. She looks like a man, man. Po, tamam burr. Dhe ka foto të vogla si ka qenë, çfarë emër ka pasur, derisa është rritur edhe ky, ashtu vishe që po e ke parë në këto në diskotekë, kështu me flokë të gjata me. Jo, e pesi kapi duart me këtë sureli. Nuk e ishte dorë. Po pra, arruan që ishin publik si duket. Jo, Fred, kur kam ardhur për të parë në Amerikë, ne ballkanik, ne kur takojmë një shok, përqafojmë edhe puthemi, e kupton, ne në gjimnaz dilshim për krah. Më shtiu nuk përqafojmë burrët në Amerikë. Atje të shikojnë me çudi të madhe se ballkanasit e kanë këtë, ata nuk e kanë. Jo, dhe të moçmit ta nuk përqafonin. Gjyshin s'ka përqafu kur. Po, ka qenë pak më të ftohtë. Dorë kaq. I shkreti, gjyshi, nuk e di gjyshi jot, po gjyshi im thoshte dhe 2 javë vinë anglisht. Po unë ne nuk futboll me Anglin. Se ka për ata anglez, jo. Iku jeta gjyshi dhe 2 javë vinë anglisht. Po ja, vetëm nga trojkohën, se në vend të theshte për 40 ose 70 vjet ja erdhi Starmeri tash. Si të duk kjo ardhja e këtyre këtu? E këtyre të pesë. Dgjoj, unë kam një gjë, nëse do fitonte Berisha me IF, do të isha anuluar samiti? Jo, po do ish kryeministra ai, prap do vazhdonte ai aktivitetin. Do të thënë, për Shqipërinë është një reklamë e madhe që të vinë të gjithë, nuk ka asgjë të keqe këtu. Por çfarë fitojmë ne? Fitojmë ne nga këto. Se nuk Arakut i kanë shkuar dhe Gaddafit i kanë shkuar. Edhe Enveri sa milion ka harxuar Rama për këtë. Domethënë Rama e paska ditur që do fitonte.
Te kjo dërgon. Megjithatë, Shiko, Rama po përpiqet ty në ky komitet i këtyre i 300-ve, kujton se ka bërë ca lek kështu edhe kujton se mund jo ka bërë ca lek, ai mund të bërë shumë lek. Tani kanë filluar me diamante, nuk i kanë me kesh. Jo, ai kurse ndonjë lek nga rroga kështu dhe mendon se me ato lekët që ka kursyer nga rroga modeste që ka, mund ty në rrethin e këtyre. Këta janë të paturpshëm. Ai tha për bashkëshortën që është opozita ime vetëm. Edhe ajo tha që unë nuk kam as shofer as nano. Ora, çfarë është zhurmë? Kush ka zhurmë? Punojmë diku, në jashtë. Aty në ty. Edhe kur ka ardhur në New York ka pasur 2 datë, turni i parë, turni i dytë. Mos të them dhe këngët nga jugu që këndonin. Po. Janë të pacip me këtë deklaratë. Kur dhjetë që... Mirë mo, mos më ka zënë gjumi kur nxorën këto revistat në Britani. Rama pas ke qenë më gjatë se Starmer në gëzimi madh ky apo jo? E kupton çfarë media është dhe në Angli. Ta ditë gjyshi, do të thosh futur në rang 4 orë vlerë e madhe që ishte më gjatë më. E kupton apo jo? Isa boletini me 2 kobure hyri atje në po ne na u rit Gjeroga pensionet nga këto që ish Rama më gjatë se Starmeri. Jo, ai e ka partia punës i laboristët. Çdo gjë do ta përkthejmë në shqip. Ai erdhi për të bërë një kamp si të melon, pjeprit, më fal. Edhe pse këtë ajo, unë mendoj se do jetë po. Po çdo gjë fillon me jo. Domethënë kur fillon idhet në diskutim gjithmonë idhet thuhet nuk do bëhet, nuk ka ashtu, ama sa ju fiksohet njerëzve në vesh. Pse edhe mund të bëhet kjo? Faza e parë, pastaj faza e dytë, prit se edhe mund ta bëjmë, faza e tretë do ta bëjmë. Faza e 4 rini urtë se shtypim kokën, kupton? Edhe Gjermani tha do ta shikojmë atë mundësi. Tani, në qoftë se bën një summit të madh, në qoftë se të arrin të thithësh investime, bravo. Unë them të lutem, të heq kapelen. Le të qofsh dhe i majt, edhe pse je zgjedhur nga Nizmi Hoxha, në qoftë se ti të bën të mira për Shqipërinë, siç e kemi një të mirë, rastin ta të frashit. Ideja ime dhe jotja. Nuk kam ndonjë gjë se fundit kryeministër shqiptar është. Po patjetër në të marrësh 52% votave, të kesh 83-84 deputet, këtu nuk ka Einstein ta pranoj, nuk ka matematik që e pranon. Kjo është teje e Orexit. Ai mund të ndryshojë kushtetutën, ai mund bëhet president. Dua të pyes për diçka. Donald Trumpi mos është shmendur mua apo ka këtë agendën e Heritage Foundation. Ka hedhur në kjo Truth Social Media, ka hedhur një 4 postime, një ja po ja u tregoj unë, ja ku është këtu, dhe thotë të gjitha rrugët të çojnë tek Obama, thotë, domethënë retruth, thotë, domethënë ri e vërteta, si mund ta përkthejmë, nëse ju doni një tribunal ushtarak publik, thotë, duhet të rithënë e vërteta. Është një e para. E dyta, janë postimet e tjera se i kam ndjekur unë, nuk janë kështu. Ke një tjetër, Slayer of the Deep State. Domethënë ta therim, ta vrasim Deep State-in me shpatë. Tani është faqja official se mund mos jetë official. Official është me të kuqe me atë logon, është e Trumpit. Shiko tjetra. We are taking our great country, do me thënë, ne jemi duke marrë përsëri vendin tonë. Ja ku e ke përsëri këtu Trumpin, dhe po të shikosh ke jaka, shikoj këtu ke jaka e këmishës, ka vënë që plus, po ta shikosh me kujdes, ja ku është këtu, është që plus, ja ku është, që plus. Pra është QAnon plus, do me thënë QAnon i ri, shërbimi sekret i Trumpit, që ka qenë dhe në mandatin e parë, këtu e ka që plus. Ke dhe një... Prit të maroj, ke dhe një tjetër, një postim tjetër. Mund t'jenë ripostime, i ka postuar dikush dhe i riposton. Jo, i ka postuar këto ditë më, kur pasi është kthyer nga Arabia, i ka postuar të katrakt. Shikoj. Unë të kuptoj, po ta shikosh janë riposting, dikush tjetër i vë dhe i riposton. Ku janë riposting, se janë riposting? I think janë riposting, po dëgjoj. Shiko, blind justice under the law will return to our republic. Do me thënë, drejtësia e verbër ka për të kthyer, thot, me ligjet e saj, thot, në republikën tonë. Dëgjoj, tani le ta shpjegoj. Trumpi vuan nga pagjumësia.
Edhe bën ato postimet gjithnatë. Dhe kur ta rast në 2 notës, e ka një të bukur Obama ishte intelektual, eloquent, i majt, shkatroi këllir, siç ishte në ngjyra. Shkatroi gjithë traditën e Clintonit. Shkatroi gjithë Amerikën bashkë me Biden. 2 notës i tha Twitter, tani Trumpi kështu i ka. Trumpi shkruan për njerëzit e tij. Trumpi e di që nuk zgjidhet president për herë tretë. U tall 1 muaj. Pastaj tha, ka të për çka bërë. Dhe këto e kontrollon dot drejtësinë jo. Gjykata Supreme i ka dhënë disa shenja që nuk do të jetë me Trumpin për të gjitha gjërat. Por përmes Departamentit të Drejtësisë me bondin, të cilin e ka besnike, ai ka drejt të hedhë në gjyq dhe të ngrej akuza për gjithkënd. Ishte rasti ish drejtorit e FBI në atë 86-47. Unë tani e ditë kam që 86 po ishte shenja vdekjes, e James Comey. Mund ta përdorim dhe ne. Po James Comey nuk është i çmendur që të bëj atë. Tani e di pse e bëri James Comey atë. James Comey do të botojë një libër këtë ditë. Nuk e lexon askush. Kërkon ty në qendër të vëmendjes dhe nxjerr këtë Twitter. Tani ta hedhësh në gjyq në Washington, ku prokurori ka emëruar një çat thënë dy ekstremistë nga Fox News. Judge-in, ajo mund ta çojë përpara një jurie, po juritë e Washington DC janë më të majta dhe më komuniste se juritë e Denver Hodges dhe New Yorkut. Këtu dënohesh me juri. Juria nuk e dënon kurrë. Por që bëhet problemi i madh, bëhet. Ndërkohë, Trump mund të heqi Kashapin, se kështu e ka emrin Patelin, i cili ka 2 muaj që s'bën asgjë. Ka 7 vajtje me avion të punës të FBI në Las Vegas, aty pas kërka rezidencën, 4 herë në Nashville se ka girlfriendin, dhe ka ardhur nga 3 herë në New York për të parë ndeshje basketbolli. Problemi është që ai nuk bën asgjë për dosjen Meganikut. Mbase nuk bën dot gjë. Don Bongino, i cili është numri 2, vllai nuk jeton lart nga unë, jemi në një kafe në mëngjes. Ki ka thënë që unë çdo gjë kuptoj, por këtu në FBI një gjë di me siguri që nuk e drejton as drejtori as nëndrejtori. Janë 37.000 vet. Tani Kashep Patel kërkon t'i heq nga godina qendrore, sepse di që aty janë ato përgjimet e vjetra që nga Hoover i famshëm, dhe do të shpërndaj këto të zyrës qendrore të Ministria e Bujqësisë, të Financave, të Ekonomia, dhe ka një përplasje, nuk ka pranuar shkurtimet në buxhet, nuk ka pranuar të dogjet, them se Trump do ta spostoj. Ka ngelur pak këshilltar të sigurisë kombëtare, është e turshme, ja ka dhënë Rubios, po faktikisht Trump, po të shikosh ato briefing të CIA-s, ka bërë, më numërojnë me gishta. Berto. Po thyen rekordin e Obamës, Obama e kishte 2 herë në javë, kurse ky 1 herë në javë. Presidenti amerikan duhet marrë informacione të cilat për ditë. Nuk i merr. Trumpi jeton realitetin e vet. Mori shumë premtime për $triliona nga vendet arabe, dash zoti realizohen. Arabët i e di që nuk i mbajnë fjalët. I kemi parë në Shqipëri xhamia bëjnë. Aksham pazar. Dhe po t'ja zbërthesh ato, Bill O'Reilly ja zbërtheu, ata thanë 600 miliardë. Ja zbërthoi Billi 281 dilin. Megjithatë, pse më pëlqen Trumpi? Don Cesari i botës shkon e ulet në gjunjë për të marrë investime për vendin e tij. Tanët nuk e bëjnë këtë. Po. Shiko, si shpjegohet kjo oscilacion i Trumpit deri para pak kohësh, domethënë dalje me Netanyahun, dalje në krah të politikave të Izraelit, politikave kriminale për zhvendosjen e popullit të Gazës, dhe menjëherë pranon ty shtetësinë në Izrael, nuk bën vizitën e parë në Izrael në vendin aleatin strategjik në lindjen e mesme, në ndryshim nga të gjithë presidentët e tjerë kur kanë shkuar në lindje të mesme, dhe madje Oqi dhe këshilltarin e tij që e dërgoi ambasador në Kombet e Bashkuara, sepse kishte dhënë informacione sipas fjalëve që kanë dalë, i kishte dhënë informacione Netanyahut gjatë vizitës kur Trumpi bëri atë festën e ditës kombëtare për vendosjen e tarifave, ku Netanyahu erdhi për të hequr atë tarifën 17% të importeve izraelite në Shtetet e Bashkuara,
Dhe me një ndrim absolut kursi afrim me botën islame dhe më duket jo e rastësishme që në një vend me shumicë muslimane në Evropë, në të njëjtën ditë që Trump ishte në lindjen e mesme, u bë takimi këtu në Shqipëri nga Bashkimi Evropian. Ky takim këtu ishte caktuar më përpara, po takimi Trumpit mos është bërë apostafat si një kundërvënie ndaj kësaj lëvizje që desh të bënte Bashkimi Evropian? Trumpi vizitën e parë duhet ta bënte në Kanada ose në Britanik. Këta janë presidentët amerikanë, aleatët kryesorë. Por dhe mandatën e parë, Trumpi gjemon Floririt, paras, në vendet arabe. Katari ka bërë investimet mëdha te Kushneri. Trumpi e tha qartë që nuk e ka aleat Netanyahu. Nuk ishte thënë ka qaptas, sepse Netanyahu merr miliarda nga Amerika, nuk jep. Vendet arabe 4 miliardë do t'jap në vit. Netanyahu po tregohet pak arrogant më shumë se ç'duhet me zotin Trump. Nuk e kupton që është nën të, kërkon ta konsideroj si të barabartë. Lobi ebre ka forca shumë të mëdha dhe nuk besoj se e kalon kaq lehtë zotit Trump me këtë, por i tregoj vendin. Që e meriton Netanyahu të tregosh vendin, e meriton. Netanyahu, kur ka qenë student, ka ndënjur pa qira në shtëpinë e teatrit Kushner. Po, e ka fjetur në basement në krevati Kushner. Isharet. Kushnerat janë familje ultra e majtë amerikane. Prallat, që ata nuk janë mesorësin, le t'ja thonë Talan Ballës. Kushneri vetë është një mediokër, që Trumpi e ka spostuar prej kohësh, ndryshe do ta merrte me veten në Katar dhe në Arabinë Saudite, ku ai ka qenë nga këshilltarët e mëdhenj të marrëveshjes Abraham Lincoln që thon. Vitin 2020. Me teatrin e tij Potallek, e ka emëruar ambasador në Francë, nuk ka asnjë hiri, siç Potallek, edhe me krushkun tjetër, grekun e Libanit, Dulos, të cilit i ka dhënë një ofiq si këshilltar special për linjën e mesme, nuk e kishte me vete, madje e ka përbuzur keq, sepse si këshilltar ka drejt që të shfrytëzosh avionët ushtarak kur shkon për vizita, ka shkuar në aeroportin ushtarak dhe ai ka këtej s'ke punë ti. Ka folur me Trumpin e ka thënë të kam dhënë kartë vizit me shitmen me tregu dhe status, por me këtë punë s'merresh. Besim të madh ka te Witkoff e bre. Trumpi është atipik. Trumpi tani e ka parë. Kemi realist, ajo që ka ndodhur në Gaza, Trumpi sa do të jetë pro-Izraelit, e kupton që balancat duhet të ketë një lloj balanse. Ndërkohë, si po sillet Netanyahu po e merr Gazën. Nuk ishte ky qëllimi i Trumpit. Trumpi deshte një vend me rizorte, me gjëra, por nuk është për dy shtetin. Ambasadori që është në Izrael, Maccabi, protestant, i shprift, kandidat për president, është afër Trumpit, jo afër Netanyahut. Por Hebrain i gjejnë ato kleçkat. Gjuhishët duhet thënë, jo Hebrain, se Hebrain është racë, janë më pak se sa gjuhishët. Ne themi çifut, po Hebrain thonë Çifut. Ata i gjejnë, janë të fortë, kontrollojnë Kongresin dhe Senatin. Çifut është ka kuptim fetar, Hebrej ka kuptim racor. Jo të gjithë. Ata thonë racën vetë është shumë e gabuar. Jo të gjithë çifutët janë hebrej. Më kupton? Ka hebrej dhe xhin nga ka çifut dhe xhin. Nga Etiopia ka dhe verdh. Somalia, Etiopia. Ata që merren me diamantet janë çifut xhin. Më kupton? Po s'janë hebrej, janë xhuish. Po ata që janë bërë Gjermani janë kthyer më sa të bardh nuk ka si të jenë votë, tani është tjetër gjë ajo. Ashkenazët e këta. Po ashkenazët nuk janë hebrej, ja këtë desha thesha kazar, nuk janë hebrej. Siç u bëm ne musliman, u bën dhe ata. Po mirë, po ne nuk jemi arab, jemi shqiptar. Absolutisht. Ata vinë nga një zonë. Ne me arabët na lidh feja, domethënë muslimanizmi, ne që jemi musliman. Më kupton, po jo raca, nuk jemi arab. Edhe këta nuk janë hebrej, ashkenazin. Nëse, për saktësi. Berto, po Gjermania është shprehur e gatshme që këtë mungesën e furnizimeve që do t'i bëj Amerika Izraelit me armë, sepse Izraeli u shpreh që do bëj luftë, domethënë pavarësisht nga Shtetet e Bashkuara, do sulmoj këto qendrat e pasurimit të uraniumit të Iranit. Aty ka një marrëveshje.
Nuk e thot Trumpi, po Trumpi vetë nuk do t'i godasë Iranin, ata Izraeli e ka. Nuk e lën Iranin të marrë janë. Kjo dihet. Gjermania fret. Ushtria gjermane është më e vogël se garda kombëtare e New Jersey. Ekonomia gjermane që është më e madhe në Evropë e ka GDP-n aty sa Kalifornia. Gjermania nuk është më e Gjermani që ka qenë. Ata bën vetvrasje. 3,5 trilion e ka Gjermania. Po pra aty me Kaliforninë. Kalifornia është 4 trilionshi, po mund të jetë Gjermania pa. Po prap, kjo është nishi i Evropës, ka 2 vjet që s'ka rritje. Energjia në Gjermani kushton 4 herë më shumë se. Dëgjoj Berto, se shikoj që ke një tendencë për ta nënvlerësuar çik Evropën. Shikoj, Evropa është rreth 700 milion banor, një. Prit një minutë. GDP-n e ka 23 trilion dollar, vëlla. Nuk është shtet që të mos merret. Evropa GDP-n nuk e kam shumë se 30% e GDP-s amerikane. Kur është 23 ka 23 bile flitet 26. Më kupton, kurse Shtetet e Bashkuara 33 kanë, ju ka shkuar tash. Pra kanë një GDP më shumë ka Amerika, më kupton. Kështu që Evropa nuk nënvlerësohet se është Evropa me këta me shumë e dobët. Po ta shikosh, kur është themeluar ka para GDP-n shumë herë më të madhe. Po, dakord. GDP nuk e ka kurrë te 30% që do jetë. Po do të verifikoj. Jo, ka 23, Kina e ka 19. Vjen e treta, dhe pasaj vjen me radhë. Gjermania është e 4. Japonia e ka më duket 4, India një 3,5, më kupton, domethënë. India ka për t'i kaluar këta të gjithë për 10 vjet. Po të vazhdoj me këtë trend. Po këtu nuk me këtë vëndsajnë do të nga ana ekonomike. Nuk ka në anën diplomatike dhe ushtarake BE është nul. Nuk ka forcë fare. Me Ursula, me Urdula, nuk janë burokrat pas votuar. Dëgjoj, Berto. Ta kam thënë dhe një tjetër, dëgjoj. Kush i ka parat? Shiko, kur shkruan paraja, jepet me kredi paraja, apo jo? Ajo që e prodhon janë Rothschildet. Dhe këta e japin me kredi 10 vjet ose 15 vjet ose 20 vjet. Dhe aty shkruan i kthehet prursit më të parë. Dhe kur mbaron kur kalon 15 apo 20 viteve, këto para i marrin këta. Ndërkohë këto 20 vjet kanë emetuar para tjetër. Kupton? Tashi tërë këto para stoqe i kanë këta, janë shumë të pasur Berto. Po vendosen këta të armatosin Evropën e bëjnë superfuqi botërore të parë për 5 vjet. Më beso. Evropa është mjeshtre për luftra, nuk ka kalon dot njeri, as Amerika, as India, as Kina. Evropa ka bërë të rjetën luftra. Do më thënë, ju nëmësoni Evropën, po do të shikoni për 2-3 vjet kush është Evropa. Jo. 20 vjet po. Mirë, dakord. Do flasim për 2-3 vjet prap bashk. Për 2-3 vjet mos ketë bëhe. Do t'i ullë një gjunjë dhe Rusin dhe Amerikën, ke për të parë. Evropa ajo është Evropa e golit. Evropa është shumë e fortë. Më dëgjoj mua, mos e nënvlerësoni kur Evropë. Po dëgjoj Margate në Evropën. Unë ta kuptoj atë. Gate janë administrator, pronar janë ata, janë shumë të fuqishëm Berto, janë njerëzat e botës. Me ata mund të jetë në luftë Trumpi, nëse është si duket, po nuk e di më a është vërtet në luftë dhe a do t'i mundot. Sepse Deep State-in e ka brenda në Amerikë përveç Evropës që ka jashtë. Ata ishtë nuk, dëgjoj këtu. Në 56-ën, presidenti ishte Eisenhower. Dhe Eisenhower ju tha, ju keni bërë luftë gjithë jetën me njëri tjetrin. Nuk do t'i lëmë të armatosu, do t'i mbrojmë ne. Kjo ka qenë që se ka lënë Evropën të armatosu. Ale mos se prisë njëri Eisenhowerin, ishin Rothschildet, ata kanë qenë, ata i kanë qenë. Nuk i pyet njëri Rothschild te Eisenhower. Dhe i la të ndërtojnë shtetin social, ndërtojnë Amerika i ndërtoi sistemin partijar. Rockefellerët janë ushtarët e Rothschildve, Obert. Rockefellerët që komandojnë Amerikën janë ushtarët të Rothschildve. Më beso vllai, çfarë them. Tani dëgjoj, nuk i pyet njëri ç'i futet këtu, janë white Anglo-Saxon protestant, ata sy e shitet. Po ata e përdorin. Mos hyrët ajo. Evropa mund të bëjë fishtoti, po do 20 vjet. E kanë lënë kohë, nuk ka. E diti që kur është bërë një lojë ushtarake e NATO-s, ushtarët gjerman kanë qenë me poshtë druri se unë e thinkun e verit. I ka shkatruar nga ana ushtarake. Ata mund të bëhen do 20 vjet. Hikën Trumpi për 3 vjet. Do të kthehet prapa në normalitetin, mbroja ushtarake bëhet nga amerikanët. Nuk ka pse prishet Amerika me Evropën, pa diskutim se qytetërimi nga Evropa. Do prishen sepse është në mes Kanadaja dhe Groenlanda. Kanadaja hoqi tarifat sot.
Po le të heq tarifat më Trumpi do fus çizmen atje, nuk e le atë mostrën atje të punoj për Anglinë. Me tarifat ky heq çdo qeveri. 2 javë bën tarifa këta, e ka kuptuar këtë forcë. Se si do të vazhdoj pastaj është tjetër gjë. Në qoftë se nuk ka sukses në ekonomi, do të pyes një çik për zgjedhjet, nuk në Shqipëri, nuk është ndjerë Shtetet e Bashkuara, presin rezultatin zyrtar apo ti ke thënë diçka në atë fokusin tënd, ke thënë? Jo ta them, thanë ata. Po. Unë çova pyetje zyrtare, siç kanë drejtën, thanë që jemi të vetëdijshëm, jemi ndjeni për allegation, pra për akuzat për parregullsi. Shqiptarët duhet kishin votuar të pa intimiduar në bazë të ligjeve. Kjo është. Po. Pra, Departamenti Amerikan e di që ka pasur parregullsi dhe thotë që ne duhet votonim të pa intimiduar dhe sipas ligjeve. Pra nuk ka zgjedhje të ndershme, kështu i bie. Po ta zbërthesh tani, nuk ke më urime që vraponin për ta uruar. Po, ajo kimetja me vrap. Po, domethënë kjo administratë është më e ftohtë. Departamenti i Shtetit është në disarray, do të shkrihen dhe ka filluar të shkrihen 130 byro dhe zyra. Nuk do të ketë më byroja demokracisë e drejtave të njeriut, ajo byro që bënte raportet për zgjedhjet. Do ta shkrinë atë. Ka ardhur tek Evropa një biznesmen, shefi i Evropës, nuk është diplomat. Është nga stafi i Rubios, pra edhe aty nuk do të kemi atë qasën siç ka qenë më parë. Unë kontaktet i kam me zëdhënësen, e cila ka qenë gazetare shquar të Fox News, por që nuk mund ngrej shpresë të them që këta nuk do të njohin zgjedhjen. Për mua ka një paralele si me 96-ën, kështu filluan në 96-ën. Po ky muaj maj, kur bën zgjedhjet në muajin maj, se bie kështu ripërsëritje gjithmonë. Po përsëritje nuk e di tani se varet sa do ta provojnë këta margjin e vjedhjes. Sepse kur ti thua që ai ka falur 150 milion dollar gjoba, këtu në Amerikë nuk ngren ai problem se Biden i fali 5 miliard dollar uhat të shkollave. Pra, është jo e moralshme, po është e ligjshme. Aty nuk ka ligj, ajo ideja për tyrë me qeveri teknike do ishte gjë më mirë. Ramën nuk fiton dot kurrë. Vaj të mbyt. Domethënë administrata, ka administratë fryrë, patronazhistët, ai e dinë rezultatin. Sa për samitin, që këti erdhi Macroni e Pjepri, Berishës 96 erdhi Colin Powell me George Bush. S'do të thotë gjë. Por që po dhe më 2007 edhe më 2000 George Bushi po. Colin Powell me George Bushin plak në Vlorë. Po. Erdhën për zgjedhje. Erdhën për zgjedhje, kërkuan i përsëritje. Po. Se po të mos kishte ndodhur në 97-a, Rama do kishte ardhur në Shqipëri fare. Do të kishin pasur ne do të kishim hyrë në BE, ne do të kishim hyrë në NATO, shumë herë më shpejt. Në 97-a e ndavët. Tani që Evropa do të atukon e dorë Ramën duket. Departamenti i Shtetit nuk është njësoj si Blinkeni. Do të presi do reagojnë për Rumaninë, se kandidati i djathtë rumun thanë që mi votën fillimisht. Pastaj u pan votat e diasporës, e detyruan thonë që humba. E çuditshme se nga 19% ky që doli i pari, doli 54% më duket, kurse ky nga 42% doli 44%. U rrit shumë numri votuesve, siç thanë ata. Por problemi është këtu që nuk del në median amerikane falër as Rumania as Shqipëria. Doli pak të CNN-i ajo vajza shkodrane të Eurovizionit. Në media këtu është e përshëndesim atë çiftin simpatik që na ndëruan në Eurovision me një këngë serioze, pak a shumë nga ana e formës, me performancë shumë të mirë. Dhe me një përmbajtje shumë cilësore muzikale që ishte harmonizuar me lëvizjet e vajzës në skenë dhe me atë këngën e atij rockerit që shoqëronte, nuk e di çfarë ka atë shoqëruesi. Nëse unë pas kisha vite pa parë Eurovision, për shqiptarët votuan më shumë për këtë vajzë sepse përballën Flamur Nokën dhe pra politikanët. Edhe pse ishte me pagesë. Ky është mesazhi. Mezi u bën 200.000 vota nga diaspora. Kur dihet 1 milion janë shpolur nga Rama. Janë ndaluar, janë quajtur të kurse këtu pagohen 20 euro dhe nga Amerika për të votuar. Kjo është gjë. Si të duket ty që një qeveri
ka ndonjë rast në botë një qeveri që ka dentur 8 vjet, 12 vjet. E ti ikin 1 milion. Dhe jo, nuk e kisha për atë, po e kam fjalën nga 730.000 votues merr edhe 100.000 më shumë. Nga 15.830, Ja, i mori jashtë, brenda Shqipërisë ka marrë më pak. Po shiko, është ulur 200.000 numri votuesve këtë radhë dhe janë shtuar 190.000 tuaj. Tash si ka mundësi që ky mbas 12 se shiko, brenda nga votimet e brendshme ky doli 52%, kurse në votimin e diasporës doli 55%. Pra ju ngrit edhe 1% në mesataren e përgjithshme, ajo përqindja e votave. Tash votat diasporës është e vjetër, një parti 12 vjet e konsumuar, një parti që ku Rama ka QM 98-ën, i bie sa i bie 26 vjet pa u larguar nga pushteti, ministër, kryetar i kryebashkisë. Po, edhe 12 vjet kryeministër, tash i kërkon me sa duket, si flitet, të ndryshoj kushtetutën, të bëhet president 10 vjet. Domethënë deri në vdekje ta kemi Ramën atje në krye dhe ta kaloj Shqipërinë nga republikë parlamentare dhe qeveritare, ta kaloj në republikë presidenciale. Pra një lloj mbreti. Ora let bëhet mbret, po të jetë që na bën ndonjë të mirë dhe na rregullon. Shiko, është rritur GDP-ja, është rritur 3 herë. Në kohën që e mori ky në 2012 ishte 8 miliard GDP-ja. Ka vajtur 24 bilion dollar ose euro afërsisht. Buxheti është rritur nga 3.2 me financim me borx 3.5 që e kishte në kohën e Berishës, ka vajtur 8.2, 8.3 bilion ose miliard dollar, që ta kuptojnë njerëzit, pra është mbi trefishuar. Nga vitin 2012 deri sot, rrogat janë ngritur 10 ose 15% ose 20%, nuk janë trefishuar. Sepse rrogat duhet të trefishoheshin, çdo gjë ecën trefish. Investimet kapitale duhet ishin trefishuar, rrugët, nuk e di, investimet publike të gjitha. Mjekësia është katruar, arsimi është katruar, sidomos me këto tendencat e këtyre mostrave të LGTB-ve, po e fusnin Shqipërinë, shoqërinë shqiptare në një umner, po shqyr që u vu një barierë atje, një pengesë në Shtetet e Bashkuara. 8 miliard janë nga trafiqet e drogës njërë. Ajo e kontrollon Shqipërinë. Ajo, se si e përpilojnë GDP-në ata... Jo, Berto, është tjetër ajo e drogës. Ajo është ekonomia e zezë, ajo është e vendosur mbi këto. Kjo është ekonomia formale, ajo është ekonomi informale. Pra ekonomia shqiptare është akoma dhe shumë e fortë. Ka dhe ekonomi gri. Do me thënë që janë bizneset të rregullta, po, për shembull, nëna jote qepën rroba atje, është rroba qepse, por nuk e deklaron. Pa ma siguron të ardhur atje në lagje, kjo është ekonomia gri. Ajo nuk merret me aktivitet kriminal, por e ka të pa taksuar. Më kupton, do me thënë, ekonomia shqiptare nuk është 23-24 miliard. Kjo është ekonomia e formalizuar që mblidhen taksa e tatime. Ekonomia shqiptare mund të jetë 2 fish, mund të jetë 25 miliard. Dhe një popull që jeton këtu 2 milionë gjysmë banor, të mos ketë një impakt dhe një zhvillim dhe një rritje të shpejtë cilësore, bujqësia e kontribut 19-20% në Shqipëri dhe mbeten toka djerë. Industria prap 19-20%. Shërbimet 55%. Noterët, avokatët, turizmi, më kupton, një ekonomi që bazohet ke shërbimet është një ekonomi. Ma të shkutim, atë turizmi nuk ka pasur as Spanja, as Italia, as Greqia, pos prodhove, pos pate fabrika. Tani pse? E para punë sistemi zgjedhor është skandalos. Të dy partit janë përgjegjës. Sepse ai 52% s'duhet marrë 83%, po të jetë proporcional. Tirana është më logjike, është 46% si në Tiranë. Aty s'ka pasur mundësi të vjetë. Tani kjo ndodh në Hungari. Ka 2/3 të urbani. Vendi ka rënë ekonomikisht. Kjo ndodh në Turqi. Erdogan rrise çdo vit shton 2 milion në shtetas që vinë nga Iraku. Pra gjejnë mekanizmet këta autoritarët, Putini. Edhe ky e ka gjetë këtë me votë, nuk e heq dot. Po na shtojnë këta racat me ngjyrë, disi janë mbushur lagjet tonë. Në çdo lagje që të vesh
Janë mbushur me këta razat me ngjyrë. Unë s'kam gjë me këta. Po këta po na marrin Shqipërinë, kupton, po na bëjnë pushtim soft pushtim soft, më kupton? Soft occupation. Ai urren Shqipërinë. Ai nuk rrin shumë se 2 javë në Shqipëri. Ora, shqiptarët që se kanë kuptuar që ai është një kryeministër i deleguar nga këta mostrat e kabalës për të një esmen që të na e fus ne me ç'kini ju kam në zemër. Ti atje, ti këtu. Njerëzit kalojnë në orgazm. Po përgjegjësi ka dhe opozita. Është Real Madridi. Merr butrin, jepja Rothschildëve. Çfarë doni? Bregdetin thuhet që po negocion me këta gjujshët për ta marrë ata gjithë jugën. Asnjë parti nuk doli kundër Sazanit. Po. Sazanin e njëjta gjë, po ja u shet tyre tuajve. Le mo ta zhvillojnë shqiptarët për kriteret mira. Avash, ta zhvillojnë ta kenë shqiptarët, të jetë pronë shqiptarëve. Pse ja u jep tuajve ti? Jo, bëjmë tender, jo falas. Nëse do të thuhet me investim, po jo falas. Pse? Sepse donte të blinde Trump. Kur përpara se të bëshin zgjedhjet, kishte bërë gati librin për Qamile Harrisin, kjo shefja opozitës shqiptare, Linda e Sorosit, të doli blof. Jo, kjo është kryetaria e mazhorancës është Linda, qofse se ditë. Dhe adha... është ajo që man shtyllat e tavanit. Në xhmia moderne. Në xhmia moderne. Dhe kontratën paraprake këti, që i uroj mos vdes, se është keq me kancer, ja dha mbas 5 nëntorit, dhe është paraprake. Tani me dështimin që i ndodhi në Beograd me Vučić, asnjë nuk e di se ç'bëhet me fakti që ai nuk i erdhi në Shqipëri. Unë e di, e kam thënë Fokus, nuk vjen ai. Nuk vjen. Ka një përplasje të Grinellët me por ideja kjo që doja të thoja Fred Mosmike e kisha të sot në Fokus. Ne duhet të reformojmë sistemin partiak. Ora më gjenjemi ta të frashëm, një intelektual që do Shqipërinë, që në këthojza u bë me Gjermanët që mos bëj lufta civile. Në thojza po them. Që njeri që hiku, kur u desht, nuk desht e ta dinte, i hoqi nga qeveri, e këti e di. Në Amerikë, po e them dhe njerë, Donald Trump nuk është kryetari i Partisë Republikane. As Clinton nuk ka qenë i Partisë Demokrate. Partit nuk janë kazerma ushtarake. Nuk bën listat për deputet për kongresmen kryetari i Partisë Republikane Demokrate. Nuk e njeh njeri këtu në zotëri. Bile, kota, këtu quhet Këshilli Kombëtar i Republikanëve. Ka një kryetar i Këshillit Kombëtar, ky quhet, dhe një bashkëkryetar, po ti dhe i mash është ky femër. Po të shkosh në Washington, 5 dhoma kuzhinë ka, as 10 vet, ka një drejtor ekzekutiv, edhe Laçevita ishte në drejtor ekzekutiv për ca kohë, nuk është më. Kështu duhen bërë dhe në Shqipëri, që të heqim këta kryetarët e përjetshëm. Lideri është lider, ai mund të jetë kandidat për kryeministër, sepse ne nuk kemi presidenciale. Për mua më mirë do ishte republikë presidenciale se shpëtonin do kishte kufizim mandatesh. Po. Po jo të bëhet si Putini. Po ai mu duk fizikisht me dhimbje të mëdha Rama, kur pretat të Macronin, atë Ligavecin e shikon si për dridhet ka dhimbje të mëdha dhe në kolon. Se këtu çdo vit presidenti bën atë analizën vjetore dhe publikohet. O zotëria përdor drogë, ky as përdor. Pse nuk bëjnë analiza këto dalin para shqiptarëve? Ajo cognitive test që do ta nxirrte Bidenin si cenzori. Ti i pe këta Macronin, Mersin dhe këtë Starmerin në tren atje me miell? A ke parë videon? Jo, me tren s'kam parë. Po duke ikur në Ukrainë, më duket nga Polonia, si the? Regje? Në vapor, më thot ky regjis, unë e di që ishin në tren, edhe yri media aty ke dhoma e këtyre, dhe këta nuk e kishin hequr miellin që kishin aty sipër, kupton? Edhe njeri hoqi lugën, ako di unë që ishte ajo, ky Mersi, ky tjetri Macroni hoqi atë kartën me miell të bardhë dhe futi në xhep, edhe Starmeri yri para medias atje, ndoshta Starmeri s'kishte, po këta të dy besoj që o njeri o të dy ishin duke marrë miell atje, nëse është e vërtet kjo, domethënë që ata kanë pasur dhe të gjithë bota është një video që është parë me miliarda herë nga njerëzit. Po ti të vërtet është e turpshme, kjo është bëja për që po të them, nuk është bëja De Gaullit, Helmut Kohlit, bëja e njerëzit me dhe Thatcherit, bëja e ka marrë Soros komplet, nuk ka kufi, wokizëm,
radikalizëm I majt, sa del një forcë djathtë e mbysin. A kupton? Kurse Nuk ka kufi. ky mostra që ka ardhur tash këtu I BE-s, jam krenar thot që jam martuar me një burr. Po mirë, mo, ne na bie, ne që jemi martuar me gra, na bie që të kemi turp që jemi martuar me gra. Të mos jemi krenar. Ore, që ndodh që është përmbysur piramida e vlerave në këta morti. Po prandaj BE-ja do ik për lesh sepse po vazhdoj kështu se është duke ikur kundër Zotit. Po ike kundër Zotit, kundër natyrës, do ikësh në gremin, do ikësh. Roma e lash, pse iku nga homoseksualet, nga të vesët që byroja politike atje Bashkimit Sovjetik, vesët e hajnë çdo gjë. Vesët e ajo raca që thon racë një fjalë. Ndaj nuk kam shpresë të kjo BE. Është turpshë tani vinë gjithë aty, nuk e kuptova Erdoganin pse erdhi atje. Se në ato takim E di pse erdhi Erdogani. Erdogani erdhi për të treguar që sepse këta kanë një marrëveshje të fshehtë që mbas 100 vjetësh këto tokat e Rumelis do t'i ktheheshin Turqisë. Dhe ai e pretendon këta dhe këta I thonë nuk ekziston sepse ja kanë zhdukur dokumentin Turqisë nëpërmjet agjenturave. Dhe Turqia nuk e ka dokumentin, kopjen origjinale. Dhe thotë që kemi nënshkruar kështu, I thonë ata s'është e vërtet, ku e keni? Kupton, dhe nuk e ka Turqia, ja kanë zhdukur. Edhe ky vjen tash që t'ju thotë tyre që këtu janë tokat tona që na I keni premtuar. Ne osmanizmi mos e pëson si Toptani hyn, se Toptani prandaj vajte në Francë, se kishte marrëveshje për me francez, dhe prandaj e vran. Po, në Toptani kishte marrëveshje për trupat që I kishte dërguar në Selanik, që duhet të paguanin dhe këta s'deshin të jepnin lekët e para dhe dyta I kërkonin naftën xhaba. Të treja këto kompanit franceze, britanike dhe amerikane, Rockefeller. Dhe ky I tha, ore, s'ka kështu xhaba, t'ju japim naftën. Edhe këta tash gjetën këtë Aqif Pash Elbasanin, se ky Aqif Pash Elbasanin nuk është aq buri mirë sa që dim ne. Është skuth dhe ka bërë shumë poshtësira për shqiptarët. E kishte kushëri të parë. U lidhen me Aqifin, Aqifi me Xhevat Korçën, erdhi dhe konsulli amerikan I Torinos I dërguar nga Rockefellerët, edhe organizuan vrasjen e tij nëpërmjet këtij Libovitit. Nuk e ka shkruar por ai, sepse tek gjyqi. Jo, shiko, ai e shkrepi një herë, po ky është qelluar nga mbrapa nga punonjësit e shërbimit sekret francez 3 herë. Pra ka pasur 2 lloj plumbash në trup, pavarësisht se këta zun këta pasaj dhe liruan. Si mund të lirosh ti një njerin mes Parisit që vret? Dëgjoj, vendimi I gjykatës, Amir Rustemi, shpallët I përfaqëshëm, presi jo vrasës. Anyway, Europa ka kohë që e ka humbur nuk ka më qeveri djatha, sepse ne kemi nga 90-ta e kthej kemi parë Thatcherin, kemi parë Major, kemi parë në Itali Andrautën e madh, në Gjermani Helmut Kohli, e kanë marrë Europën. Europës e lufta ftohtë De Gasperi, Alice De Gasperi, do kanë qenë burra që bën Evropën. Po se, jo. Stalini ishte duke marrë me Toljatën në Itali, për ndërhyrësia ose një shembull gjysmë përpara Otto von Bismarck kanë qenë burra. Prandaj them që kjo Evropë është njësoj si edhe KPS-ja për shembull. Kishte Bashkim Zenel, Maqela Kror, profesor Xhep Mejdan, ka ta ndiset me ata që është me Zeqine, me atë është sepse ku ka sot Taulan Balla ka mbetur, kjo Balluku. Ai Damian Gjiknuri është postuar, ai njeriu afërt I Ramës. Ramës I duket e ka hequr nga fokusi që të mos të harrojë spaku. Dhe ku ka tjetër, s'ka figurat, gjithë miri theshtë ai Basha, ku I ke shokët o Rame, ku I ke shokët. Do të gjithë janë ndarda dhe ky roja I dardave s'dinte gjë fare se ata janë ndarda. Është Alibaba me 40 ajdut, domethënë që 40 ajdut vjetën Alibaba s'merr asgjë. Tani, inteligjencat e huaja din çdo gjë për Ramën. E din dhe evropianët. Tani luhet gjithmonë për statu quo. Por në favor statu quo-s u luhet me Gaddafin, u luhet me Mubarakun, shkatron një kom të tërë, dhe erdhi e pranvera arabe s'kishte pse të vinte. Dhe sa do ta mbajnë? Se Europa, pse më vjen një natë me pjeprin? Ka një të bukur kadareja. Ne shikonim Rajin në Tiranë.
Si orë nuk dhanë një emision 40 vjetë kundra Hoxhës, një orë një. Kur? E një tani, ti kryeministre që je djathtë. Fërkohesh e lajkatohesh me Donin këtu. Dhe aty bëhesh me ti e di që ose mësohet se mbase s'ka bërë gjimnazi, mësohet, ky është vazhduesi një partie që ka vrarë. Ora Berto, po si mund t'i thuash ti kryeministre e djathtë, edhe Starmeri, edhe ky hungaris që është i djathtë, si mund t'i thuash edhe për diplomaci, si kreu i shtetit që përfaqëson ti, ti thuash jam i lumtur që fitove ti. Po kjo është jo diplomatike. Kjo është idiotësi e madhe, kjo mund t'i thuash suksese në mandatin e ri që ke marrë për të realizuar aspiratat e popullit shqiptar. Kupton, po jo t'i thuash jam i lumtur që ke fituar ti, domethënë po të kishin fituar të tjerët, unë do isha i dhuruar dhe i trishtuar. Është pa falshme kjo. Jam i lumtur. Ja, atë e mafiozme, nuk ka si detyrim protokollar ta bëjë. Edhe një grup mafiozë që urojnë njëri tjetrin, kaq. Po. Çfarë bilanci kemi ne me Hungarinë në tregti? Italia vazhdon me ato ide kolonialiste me ne. Në qitë momente që të bje sa plera atje dhe të konsideron si vend botës tretë, nuk ka ofendim të madh. Nuk ka. Ky jesmen çfarë i thon, sa i thon për cilë tuaj, gati. Gjithë agenda e ti, si ti largoj të gjithë shqiptarët, largoj akoma më shumë shqiptarët sjellin këta me kosto më të ulta, sepse i konsiderojnë një grup i vogël familje që do ngelen këta në Shqipëri, 15 apo 20.000 familje, të kenë një krah më të lirë pune, dhe sjellin nga vendet e botës së dytë, dhe të heqim shqiptarët që janë më të unifikuar, që mund të na bëjnë protesta, mund të na ngrihen. Kështu që çfarë na duhet shqiptarët, ne mund të marrim dhe robot, s'kemi që duam shqiptarët. Kështu që o burra hiqi me ndonjë marifet, mos investo, mos bëj, mos u zhvillo asnjë gjë. Nëse kanë ikur 1 milion vet, i bie tikën e gjysmë milion tjerë, nuk e di këtë ku deri ku do të këtë dëm as Serbis na e ka bër. Po s'ka problem fare. Ikin 1 milion e gjysmë, sjell 1 milion e gjysmë nga këta, ku e di unë, marokenët, çfarë janë, ku e di unë, këta nga Bangladeshi e këta. Ma ka thënë baleta dherën fokës. Ma ka thënë baleta dherën fokës që do të vim tjerë kush. Ti e di që në kone Zogut kanë dashur të vinë mbi 200.000 ebrejnë këtu 300.000, është rënd dakord. E dimon, vitin 36 është bërë ajo. Rënd dakord, nuk është... Deshin të menin fjerin ata, të apnin kibucët derin Durrës, gjithë Adriatikun. Ja kam vend syrin ata, po ishte fati madh që vendosën tiknin atje. Tash i do marrin njonin, e hoqën syrin nga Adriatiku, se si duhen me toka kështu kibucët, toka buke, myzeqeja. Tash ju duhet për turizëm atje të bëjnë pasuri të madhe. Jam tani, kajt dhe unë do hiki diku për të gjo. E mbyllë të falenderoj. Bashkë kemi miq vjetër edhe si nuk do të zhdukesh ti, nuk do të zhduke masu, nuk zhduket Shqiptaria. Nuk është zhduku do të Enver Hoxha, nuk është zhduku do të Turqia, nuk është zhduku do të Greku, nuk është zhduku as ky. Duhet mos kemi shumë dhimbje, nuk duhet kemi dhimbje, prandaj duhet luftojmë për të na shfarosur, nuk na shfarosin dot askush. Unë kam thënë, unë e njoh që ne jemi një brez, nuk kam asgjë me personalisht me të. Por kur ti nuk bën asgjë për kombin tënd, kur ti je anti-shqiptar, unë nuk dua. Unë sa të kem pikë në fundit gjakut, nuk të falë këtu të jem. Unë nuk të rigjëm falë se bëj emision. Ore, unë e shikoj veten në rolin tim të gazetarisë dhe të analizës që ne punojmë për shumicën vëlla, nuk punojmë për t'i bërë qoka këtyre të pasurve. Kupton, ne duam të mbrojmë popullin, jemi nacionalist, ne bëjmë detyrën tonë ndaj Zotit dhe ndaj kombit. Që këta se kanë. Ti ke një përgjegjësi se ke qenë deputet i një force që duhet të shfaqet në parlament. Balli kombëtar duhet drejtohet nga njerëz si ty. Ajo që ndodhin vrahun e Desh do ndodhin Lazarat. Pse s'no? Këtu bjen zgjedhjet. Te Lazarat janë balli zgjedhjet. S'ka pse të votoj për Flamurnokën, do të votoj për ty. Logjika. Po të kenë zgjedhje të ndershme. Atëherë bëhet Shqipëria. Unë javës tjetër këtë javë do të kontaktoj prapë me departamentin. Mirë Berto, kur të ketë ndonjë gjë të re do flasim bashkë. Një sqarim për Latifin. Po. Nuk bëhet me të huaj kjo punë. Kandidati djathtës rumune erdhi në Amerikë dhe foli në Super PAC, u prit si hero, e mori Steve Bannon. Tani Laçevita nuk thot dot një fjalë për zgjedhjet, unë them, sepse nuk është regjistruar këtu. Nuk është lobist. Sepse ai ka aq lidhje të forta me një telefonat e bënte të pranishme vjedhjen e zgjedhjeve. Por duke mos qenë i regjistruar lobist, nuk e bën dot publikisht, ndryshe dënohesh. Dhe e majta këtu është shumë e fortë. Sorosi
Sorosi ka ministrin kryesor të Trumpit thesar, kupton? Po. Nuk e haj prallat unë, kupton? Dhe këtu në shoh media, ai ka armik personal dhe ka një gjë, ka alergji për Soros dhe fjalën socialiste. Kjo është shpresa ime. Let's hope. Mirë Berto, të falenderoj për bisedën, të uroj një mbasditë të këndshme aty. Të nderuar shikues, ishim në podcast në Geokult në një bisedë me Robert Papën nga New Yorku. Ju kujtoj që ti bëni subscribe kanalit tonë. Mjafton ta ngrini çik dorën kështu aty në telefoni, atje ku thot subscribe, një prekje të lehtë. Tak që ne të kemi mundësi të ofrojmë sa më shumë emisione të tilla pa para. Ju të kënaqeni, vetëm keni një detyrë, të ngrini gishtin atje në telefoni dhe të bëni subscribe, kaq. Dhe pastaj kënaqësia do të jetë e huaja nga emisionet tona, sepse gjithçka është win-win. Mos harroni të na ndiqni dhe në një gazetë dhe aty pa para. Quhet okult.org. Ngrini gishtin, shkruani atje ku thot Google me 2 o. Shkruaj atje okult.org. Besoni e dini si bëhet .org. Dhe ju del një gazetë online që është gazeta jonë, ku dhe aty do të merrni informacione pa para dhe do të keni dhe shumë një rubrik ku do të keni gjithë librat e shtëpisë botuese Helga Secrets aty të regjistruara. Dhe kush do të komunikoj me ne për të na dhënë ndonjë ide, ndonjë mendim, mund të na shkruaj në numrin telefonit që keni këtu në krah dhe të na dërgoni një material me WhatsApp. Ndërkohë të gjithë ata që janë më të zgjuar se ne, që janë shumë më të zgjuar se ne, ju urojmë të bëjnë shënime atje dhe të na mësojnë, ti kështu, ti ashtu, nga çdo mal dhe nga çdo punë që bëjnë me saldatrice apo dhe me dele duke kullotur atje në mal, të na mësojnë se çfarë duhet të bëjmë dhe si duhet të flasim dhe të gjitha gabimet tona të na i vënë në pa dhe të na mundësisht me një gjuhë dhe me një etik sa më të fortë. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim.